Do fitar sot ajo? Pa, sa do fitojmë? Kush do bëj gol? Shqipëria, po se po Bajrami. Pas nani. Asani. Hajde, bravo, shumë. Besmir Limani, tifozi unik i Kombëtares që në çdo ndeshje shkon me fytyrën e pikturuar me flamurin kuqezi, në prag të ndeshjes Shqipëri-Serbi, vizitoi me zgjidhjen e kësaj të shtune të 7 qershorit qytetin e Vlorës. Në mënyrë simbolike, Limani është ndalur në shtëpinë e Pavarësisë. Në Muzeun Kombëtar ai është pritur nga përfaqësues të Bashkisë së Vlorës, këshilltari i kryetarit të bashkisë Sajmir Axhiu, shefja e klubit shumë sportësh flamurtari Elona Hasanaj, si dhe nga një grup fëmijësh, që prej moshës 4 vjeçare, Besmir Limani ka lënë Maqedoninë e Veriut dhe prindrit duke u vendosur kështu në Zvicër. Momente të veçanta dhe shumë emocionuese ishin këto të kësaj dite, si dhe një krenari që jemi shqiptar. Shefja e klubit shumë sportësh flamurtari Elona Hasanaj thekson se Besmiri është tifozi më i zjarrt kuqezi dhe që e mbështet kombëtaren ton për herën e 52. Kemi mirëpritur Besmirin tek shtëpia muze. Besmiri është tifozi më i zjarrt kuqezi, që e ka të 52-ën herë që mbështet kombëtaren ton. E kemi mirëpritur tek shtëpia muze në një atmosferë të bukur me fëmijë të veshur me fanellën kuqezi. Dhe me këtë rast të uroj kombëtaren shqiptare, pse jo, me një rezultat 2-1. Tifozi unik i Kombëtares Besmir Limani flet për emocionet që i sill kombëtarja shqiptare, por edhe për vizitën në Vlorë. Ai falenderon Bashkinë e Vlorës për organizimin e kësaj vizite edhe në Muzeun Kombëtar të Pavarësisë. Pak orë përpara ndeshjes me Serbin, Limani thekson rëndësinë që duhet i kushtohet fushës dhe jo politikës në këtë ndeshje. Në radh parë dua të falenderoj Elonën edhe Sajmirin, por gjithashtu edhe Bashkinë e Vlorës, se më hapi derën sa e kontaktova për herë të parë, tha je mirë se ardhëm si shpitan. Kjo është pika e parë. Pika e dytë, kur pash fëmijët të veshur kuqezi, të ushqyer me atë dashurinë, nuk ka gjë më të bukur. Dhe prandaj unë zakonisht mund të jem për disa orë një njeri i dytë në vetvete, por gjithsesi këtu në Vlorë isha sot vetvetja, atë që bëj gjithë kohës. Pra sa herë që ngjyrosëm me flamurin kuqezi në shtëpi, në Shqipëri brenda, po edhe lojat jashtë unë jam vetvetja. Do Zoti me një fitore, pavarësisht se loja ka edhe shumë rrethana që i dim të gjithë, por do të lëm ato anash, sepse ka ardhur koha që të fitojmë ndryshe, por jo më me luftë. Pra do të jetë një ndeshje e cila nuk duhet të ketë primare politikën apo do të jetë ndeshje sportive në fushë. Dëgjoj, në Amerikë jetojnë diku rreth 720.000 shqiptar, dhe nëse kemi synim të vizitojmë ato me kombëtarën, të gëzojmë edhe ato fëmijë të vegjël shqiptar që jetojnë në Amerikë, do të sot patjetër të fitojmë, edhe më të rëndësishmet janë vetëm 3 pikët, pa më parasysh se çfarë ka ndodhur pak shumë para vitesh para. Kështu që do të fitojmë patjetër për të vizituar shqiptarët në Amerikë. Besmir Limani thot se për disa orë ndihet njëri tjetër dhe pikërisht prej flamurit kuqezi në fytyrën e tij. Ai tha se në këtë orë ai është i gjithkujt që flet, këndon dhe ëndëron shqip. Në kuptimin pse se këtë që kam në fytyrën, pra flamurin e kuqezi, e përfaqëson atë shqiptarin që ka bindje politike të majtë, po dhe atë shqiptarin bindje politike të djathtë. E përfaqëson atë që ka bindje fetare, të them tash hapur musliman ose krishter. Pra unë në këto 5, 6, 7 apo 12 orë jam i gjithkujt që flet, këndon, ëndërron dhe fol shqip. Ndiqni kombëtaren kudo? Sot është ndeshja e 52, që kam qenë si brenda dhe jashtë, dhe do Zoti sot kemi jo vetëm temperaturë të nxehta, po edhe një rezultat të nxehtë për kundërshtarin. Tifozi me origjinë nga Struga, Besmir Limani, i njohur si fytyra me shqiponj, është pajisur tashmë edhe me pasaportën shqiptare. Fytyra e tij e pikturuar me shqiponj ka shumë vite që zëvend në çdo medium shqiptar, por edhe botror. Imazhet e tifozit shqiptar në ndeshjet e kombëtares shqiptare kanë bërë që ai të jetë shumë i përfolur. Forca Shqipëri.